Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirëmbrëma edhe sonte nga emisioni i Ramazanit. Takohemi së bashku për të vijuar me temën dhe të ftuarin e këtij emisioni për këtë mbrëmje. Kemi kënaqësi të ju prezantojmë të ftuarin e mbrëmjes së sotme, Samir Gjoni, teolog. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që sonte jemi së bashkut. Plus Allahu xhaleshanu nëpërmjet këtij televizioni që Allahu çdo kujt ja pranoi agjërimin e Ramazanit, lutjet, ibadetet, le të jetë një muaj i Ramazanit më ndryshe se sa vitin e kaluar, t'japim më të mirën nga vetja jonë, sepse më të vërtet edhe Allahu xhaleshanu ashtu kërkon nga ne. Tema mbrëmjes së sotme është feja është sinqeritet, të veprosh me sinqeritet. Na trego pak çfarë do të thotë sinqeriteti në Islam dhe pse është kaq i rëndësishëm. Falënderimi takon Allahu xhaleshanu. Përshëndetjet janë çdo herë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, ehli bejtin, mbi shokët e tij të dashur, sahabët. Dhe me gjithë ato njerëz që me sinqeritet e kanë pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pasojnë dhe do ta pasojnë deri në ditën kur dalin para Allahut. Me të vërtet njeriu në jetën të cilën jetojmë përballet me sfida të ndryshme që padyshim kur është në pyetje feja, kur është në pyetje Islami, feja pranuar tek Allahu xhaleshanu, kushti i parë për veprat tona është që të jemi të sinqertë. Mos t'i anashkalojmë apo mos t'i veprojmë disa gjëra pa qenë sinqert. Andaj dy kushtet kryesore që njeriu kur vepron është që veprën ta bëj për Allah, të jetë në korrespondencë me ato çka i don Allahu xhaleshanu, dhe e dyta tjetë vepra apo niyeti, sinqeriteti vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu në fjalët e tij të mëdha në ajete kuranore na drejtohet dhe thot: ndër këto, thot stejdu bila bismillah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehuddin. Dhe ata nuk janë të urdhëruar për diçka tjetër përveç se të jenë sinqert në fenë e tyre. Dhe Allahu xhaleshanu drejtohet edhe na tregon neve rrugën se cila është që përmes veprës tonë si të jemi të sinqertë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na flet rreth sinqeritetit na thot një hadith shumë madhështor që ndoshta edhe e kemi ndëgjuar, por më e mira e asaj e cila ndëgjohet është përsëritja e asaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: veprat shpërblehen sipas qëllimit. Dhe vazhdon pejgamberi alayhis salam dhe thot: dhe kushdo që e bën një vepër shpërblehet për atë vepër në mënyrën se si e ka bërë. Kush bën thot hijret apo emigrim për hir të Allahu xhaleshanu, do të shpërblehet për hir të Allahu xhaleshanu. Ndërsa kush bën një emigrim apo hijret për hir të dynjas apo diçka tjetër të dynjas, do të shpërblehet për atë. Andaj me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit që me të vërtet çdo vepër e cila bëhet e merr shpërblimin për atë që bëhet. E në këtë pjesë është do të thotë që nëse veprojmë për hir të Allahut, do të shpërblehemi për hir të Allahut. Nëse veprojmë për hir të dynjas, do të shpërblehemi në këtë dynja. Mirë po, pastaj vazhdon Allahu xhaleshanu, tek Allahu xhaleshanu vazhdon kjo pjesa që a do të kemi shpërblim tek Zoti apo jo. Kjo është një ajo e cila e përmbush sinqeritetin apo atë çka thot Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Profeti Muhammed alayhi salam ka thënë: feja është këshill. Si ta kuptojmë këtë thënie në jetën tonë të përditshme? Duhet ta dimë diçka. Gjithmonë kur e përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që na shkon në mend është që me të vërtetë pejgamberi i dashur ka qenë shëmbulltyr për ne në çdo aspekt. Do të thonë, nëse është ndonjë pejgamber i cili pejgamberllëkun e tij e ka përkryer në perfeksion edhe i sprovuar në çdo pjesë, është pejgamberi i dashur. Andaj kur thot pejgamberi alayhis salam ad-dinu nasiha, feja është këshill, do thot njeriu jeton me fen. Njeriu jeton me fen. Që në momentin që ne zgjohemi, edhe deri në momentin që
vjen agimi dhe çka veprojmë na? Na veprojmë në bazë të fesë tonë. Do thot, për momentin që i bëjmë hapa gjatë ditës, veprojmë, punojmë, shoqërohemi me njerëz të tillë, falim namazin, komunikojmë, këshillojmë dikën, do të thotë që jena në fe. Jemi duke i bërë gjërat sipas fesë, sipas asaj që na kërkon pejgamberi alayhis salam, sepse pejgamberi i dashur ka folur në çdo aspekt për njeriu. Andaj edhe na në ditët e sotme kena shumë më kollaj me vepru në bazë të asaj çka ka thënë pejgamberi alayhis salam, se sa në kohën e sahabëve për shembull kur ishin sahabët. Si mund ta dallojmë një person të sinqert në besim nga dikush që e praktikon fen për interesa personale, sepse ndoshta ka edhe nga kjo pjesë? Mund të themi që nga kjo pjesë ka pas që shmone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas njerëz cilët donin që ta gënjenin pejgamberin alayhis salam në bazë të asaj çka u paraqitëshin ato. Dhe padyshim që ajo përcillet edhe në gjeratat e sonjë, që besoj që ka ato cilët më shumë ndoshta duan të veprojnë për syrin e njeriu se sa për Allahun xhaleshanuhu. Nëse flasim për njeriu në sinqert, se si dallohet tek sinqeriteti tek njeriu, mund të thonë që suksesi i tij është sinqeriteti i tij. Suksesi i personit. Për shkak që kur njeriu është i sinqert në veprat e veta, Allahu xhaleshanuhu nga vjen në sukses në atë vepër që ti bën. Do thotë që na jemi të lirë me vepru. Na mundena me bë edhe diçka që vetëm për hir njerëzve e bëjmë. Mirë po, në realitet, a kemi sevap apo a kemi shpërblim tek Allahu? Këto e din Allahu xhaleshanuhu, por nuk mendoj që do të kemi. Ndërsa veprat të cilat i bëjmë për hir Zotit, padyshim që Allahu xhaleshanuhu na çon sukses edhe tek njerëzit që kanë sukses. Edhe janë falendërues tek Allahu xhaleshanuhu, shihet sinqeriteti i tyre. Është i parë. Si ndikon sinqeriteti në adhurimet tona, si namazi, agjërimi dhe sadakaja? Pyetje shumë e mirë. Me të vërtet, sinqeriteti ndikon shumë. Nëse e kisha përmbledhur me një përgjigje, duhet të vazhdoj më gjatë, po kjo ishte ajo që kisha dashur me përmbledh. Sinqeriteti ndikon në xhenet. Sinqeriteti na jep xhenetin. Mos flasim për shembull për gjëra të tjera, për adhurime të tjera, por padyshim sinqeriteti është çelësi i çdo gjaje. Nëse e marrim agjërimin, asnjëri prej nesh nuk e din se kush është agjërues. Pse? Se ne mund të shfaqemi në syrin e njerëzve që jemi agjërues. Mirë po kur jemi në vetmi, ndoshta nuk jemi. Andaj ato njerëz që agjërojnë për hir të Allahut janë agjërues edhe para syrit njerëzve, edhe kur janë në vetmi. Ndërsa njëjtë është edhe tek namazi. Njeriu kur e fal namazin me sinqeritet, Allahu xhaleshanuhu ja ndryshon gjendjen e atij njeriu. Nuk e lën në gjunahet që ka qenë më herët. Nuk e lën, sepse e ndryshon atë. Namazi ka ardhur për ndryshim. A nëse shohim një person për shembull që fal namaz, mirë, por nuk largohet nga asnjë ves i tij, nuk largohet nga asnjë emet e tij, atëherë duhet të kthehet tek ajo që ka thonë në fillim, innamal a'malu binniyat, vepra shpërblen sipas qëllimit. Do thotë, nëse adhurimi jo nuk na ndryshon neve, duhet të kthehemi tek niyeti jon. Cilat janë ato pasojat e mungesës së sinqeritetit në besim dhe marrëdhëniet tona, ndoshta edhe me të tjerë? Mungesa e sinqeritetit sjell pasoja me të vërtet dukshme. Edhe në momentin që duket diçka, dallohet diçka, është diçka e cila bëhet e madhe realisht. Edhe mungesa e sinqeritetit, gjëja e parë që është më kryesore ndër tjera është humbja rrugës së Allahut xhaleshanuhu. Përderisa më ke mungesë sinqeritetit, nuk ke rrugën e Zotit. Në momentin që ke sinqeritet, ke rrugën e Zotit. E dyta është mungesa, apo do thotë mungesa e sinqeritetit e dyta që rrjedh nga kjo është mos ta ndjekësh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë ne e cekëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në çdo moment shëmbëltyre jonia. E nëse ne kemi mungesë sinqeritetit në raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo është një humbje shumë e madhe. Është një humbje shumë e madhe. Mirë po, edhe në marrëdhënie shoqërore apo familjare, nëse mungesa e sinqeritetit është prezente, do thotë është mungesë e respektit, është mungesë e dashurisë,
sot nuk ekziston një marrëdhënie ndërfilt apo shëndosh mes shoqërisë, familjes e kështu me radhë. Cilat janë ato shenja që mund të shohim tek një i afërm apo tek një bashkëbisedues apo kushdo që mund ta vrejmë që është njëri person i sinqert? E thash edhe më herët, do thotë që me të vërtet suksesi i një njeriu bazohet në sinqeritetin e vet. Pse? Sepse njeriu kur mundohet me ndihmu, kur një person veçohet që është ndihmetar, kur një person veçohet për këshill të mirë, tek ai shihet sinqeriteti. Një shembull ndërto mund të themi për shembull që nëse ne duam të këshillojmë një person, nëse na këshillën tonë e thojmë në publik, automatikisht kjo është kritik, nuk është këshill. Mirë, po nëse ne një person, nëse ja duam të mirë atij personit, e marrim afër vetes dhe i thom, këtu nuk e ke mirë. Apo le të themi që mund ta ndryshosh diçka, e marrim vetëm, e marrim në vetmi dhe flasim me të, automatikisht është një këshill i sinqert. Andaj edhe fjalët e zemrës ndikojnë zemrën. Fjalët e zemrës janë sinqerta, normal që do të ndikojnë tek personat tonë. Edhe mendoj që kjo është ajo marrëdhënie që duhet me e pas. Na, si popull, si njerëz, si marrëdhënie shoqërore apo edhe në punë edhe kështu me radhë. A mund të kemi sinqeritet të plot pa devotshmëri dhe frikë ndaj Allahut? Mendoj që sinqeriteti i plot është vijues i devotshmërisë të madhe. Do të thotë, ke devotshmëri të madhe, ke sinqeritet plot. Por mungesa e devotshmërisë nuk do të thotë që ke sinqeritet. Mund të jesh i mirë me njerëzit, mund sillesh mirë me njerëzit, por ajo çka vlen më shumë ndër të, a je sinqert ndaj Allahut xhaleshanu. Allahu ty mundet me të shpërblyj me raportet që i ke ndaj njerëzve, mundet me të jap sukses. Mirë, po pikpyetja është sinqeriteti ndaj Allahut xhaleshanu. Andaj kjo ka një lidhshmëri shumë të madhe mes njëra tjetrës. Si mund të edukojmë veten dhe fëmijët tanë që janë më të sinqertë në fjalë dhe në vepra të sinqerta? Këshilla më e mirë edhe që është rrjedhoi e këshillave tjera është këshilla ndaj vetvetes. Është e para dhe është më kulminante ndër tjera. Në momentin që e këshillojmë veten tonë për mirë, nuk bëjmë diçka edhe tjerëve ju thojmë ndrysh, mendoj që jena në rregull. Po në momentin që bëjmë diçka, ne edhe tjerëve i thojmë mos e bëj atë, kjo nuk është diçka e mirë për ne. Edhe në momentin që e këshillojmë veten tonë, pasojmë edhe dalim tek tjerët. Pse? Sepse duhet të ketë lidhshmëri edhe përputhshmëri fjala jonë me veprat tona. Andaj edhe Allahu xhaleshanu thotë, Stejdu bila bismillah, ja ejuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pse e thoni atë të cilën nuk e veproni. Edhe në bazë kësaj, këshilla e cila vjen për veten tonë, padyshim që duhet me kanë rrjedhoj dhe këshillave tjera. Edhe do të thotë edukimi i brezave cilët vinë, apo edukimi i fëmijëve tanë, ajo është si një rrjedhojë e asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, foshnja lind në natyrshmërinë e Islamit. Andaj pas kësaj familja e vet ja jep atij fen. Do thot në momentin që lind foshnja, do thot që prindërit e vet ja japin fen e vet, e bëjnë musliman, e bëjnë hebrej apo fe tjera. Edhe në momentin që i këshillojmë fëmijët, i mësojmë fëmijët që në vizhlinë e tyre padyshim që do të kena breza edhe gjenerata të cilët do të rriten ashtu siç don Allahu xhaleshanu. Cila është më kulminante në këtë është që një ndër 7 njerëzit, cilën janë në hijen e Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit, është i riu që rininë e tij e kalon në adhurim, e kalon në ibadet. Andaj këshilla jonë është që këshillojmë veten tonë, e pas kësaj, nëse dona me ndiku të dikush tjetër, të vazhdojmë të këshillojmë edhe tjetër. Patjetër. A ka ndonjë histori ndoshta nga jeta e profetit ose sahabëve që na mëson vlerën për të qenë i sinqert, edhe me veten, edhe me të tjerët? Padyshim, e cekalla më herët që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë sinqeritet. Vetë qenia e tij, vetë ai si krijesht është sinqeritet.
E padyshim që urdhri Allahu xhaleshanu dhe misioni që Allahu xhaleshanu ja ka dhënë pejgamberit don dashur sallallahu alaihi wasallam, që ishte Islami dhe përhapja e Islamit, pejgamberi jon i dashur ishte shembulli i sinqeritetit që asnjëherë nuk e la rrugën Allahu xhaleshanu. Bile thot një hadith pejgamberi jon i dashur, sigurt ma japin thot diellin në dorën e djathtë. Edhe herën në dorën e majt, nuk do ta leja asnjëherë do thot fen. Apo nuk do ta leja amanetin. Kjo është një mesazh shumë i madh për ne. Pse? Është një mesazh i madh për ne sepse në ditët e sotme kemi sprova ndryshme. Mund na cenoj dikush për shembull fen ton, identitetin ton, edhe kjo do thot mund të ndikojë tek ne sepse jemi krijesa të dobta. Jemi njerëz të cilët gabojmë, jemi njerëz të cilët mërzitemi, lodhemi, por asnjëherë nuk duhet me hek dorë nga ajo që Allahu xhaleshanu na ka kriju. Pse? Sepse jemi të krijuar në formën më të bukur. Andaj edhe falënderimi jon ndaj Allahu xhaleshanu është në formën më të bukur. Duhet të jetë në formën më të bukur. Kemi një rast tek sahabi i nderuar Abu Huraira radiallahu anhu, i cili çdo hap e ka ndjek pejgamberin alayhis salam. Asnjëherë nuk ishte largu pe pejgamberit alayhis salam. Aq shumë ka dashur me transmetu pe pejgamberit ton dashur, saqë nganjëherë flente në xhami, nganjëherë rrinte aq afër pejgamberit alayhis salam saqë ishte transmetuesi më i madh i haditheve. Edhe e pyet pejgamberin ton dashur, i thot, cili është ai person i cili do të ketë shefatin tën ditën e gjykimit. Do të thotë cili është ai që do të ketë ndërmjetësim, që do të tutet pejgamberi jon për atë. Edhe çka thot pejgamberi alayhis salam, i thot një përgjigje shumë të madhe, thot e kam ditë që ti ke me kanë ai person, ai sahab i cili ka më pyet mua për këtë. Pse? Se e ka ditë që Abu Huraira ishte një transmetues, një shok i mirë i pejgamberit alayhis salam, që asnjëherë nuk u nda nga ai. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam, shefatin tim do të ketë ai i cili do të jetë i sinqert. Do thotë që i del Allahu xhaleshanu me sinqeritet para tij. Krahas kësaj shembuj të mëdhenj kena shumë, por ato çka duhet veçohen është sinqeriteti e Abu Bekrit, i cili vetëm që pejgamberi alayhis salam e mori për të bërë hijretin, për të bërë emigrimin, dhe Abu Bekri nuk ka hezituar në përgjigjen e vet, veç është nis me pejgamberin alayhis salam direkt. Aq ka pas sinqeritet ndaj pejgamberit alayhis salam, saqë çdo udhimi i tij në hijret nuk ishte ndalë asnjëherë. Saqë kur ishin momentin e shpellës që ishin cënumun nga pabesimtarët, Abu Bekri me mirësinë e tij, me sinqeritetin e tij, hyn i pari në shpellë. Nuk e lën pejgamberin sa të hyn që të rrezikohet, por hyn i pari në shpellë, i mbulon gjitha gropat që ishin në atë shpellë, edhe atëherë thot pejgamberi alayhis salam. Edhe në momenti që Abu Bekri kafshohet, do thot nga akrepi, pejgamberi sallam ishte në gjumë. Për mos me aprish gjumin pejgamberit alayhis salam, e duron dhimbjen. Këtë shoqëni, këtë sjellje, këtë sinqeritet është shumë e rrallë me gjetë mesin tonë. Andaj për ne është shembull i madh. E kam edhe një, për mos me zgjat, e kam edhe një shembull nga koha e Omerit radiallahu anhu, i cili ai ishte prisi muslimanëve, ishte udhëheci muslimanëve, dhe patjetër që karakteri i tij ka qenë shumë i fortë. Ka qenë njeri shumë i fortë me karakter të madh. Dhe një moment ishte duke lexuar, duke shkruar diçka për udhëhecjen e shtetit, edhe vjen një person edhe don ta pyesë Omerin radiallahu anhu. Në atë moment Omeri radiallahu anhu e fik atë qirin i cili e kishte afër vetes. Dhe ky gjest e bën që ky personi që ka ardhur me e pyet, i thot, pse e fike qirin? I thot, për shkak që ky është nga pasuria e shtetit. E pyetjen që ka ardhur me abati është direkt për mua, dhe e ndes qirin e vet. Kjo është një sinqeritet shumë i madh që duhet të pasna. Është një shembull shumë i mirë për ne. Si mund të ruajmë ne sinqeritetin në kohët tona, ku një botë shpesh herë njerëzit e vlerësojnë fasadën dhe jo thjeshtësinë, sinqeritetin pra? E vërtet, ditët e sotme përballna me diçka e cila më shumë ndoshta nganjëherë ka vlerë ajo që shihet sesa ajo që ndjejmë realisht. Andaj dhe Allahu xhaleshanu na porosit në ajetin koranor, thot Allahu nuk shikon në fizionominë e juaj.
shikon në zemrat e juja, shikon veprat e juja, atë çka ndihmë na realisht. Edhe nëse duam ne ta ruajmë sinqeritetin është shumë e thjesht jemi sinqert, pse se Allahu xhaleshanu e din çka kena në zemrën tonë. Na mund të veprojmë ndrysh, na mund t'i gënjejmë njerëzit e tjerë, apo mund të sillemi mirë për momentin që jena në vetmi, edhe nuk na sheh askush, na sheh Allahu xhaleshanu. Edhe kjo është ajo se si mund ta ruajmë na sinqeritetin. Vetëm le të bëhemi sinqert, të lexojmë më shumë rreth këtyre ndollive apo këtyre shembujve që i cekëm më herët, sepse leximi i Kur'anit, leximi i jetës pejgamberit e Islam, sahabëve, pejgamberëve të tjerë, padyshim që na sjell tek porta e sinqeritetit, na bën më të vetëdijshëm për ngjarjet që ndodhin ditët e sotme. Mendoj që në ditët e sotme kemi nevojë për sinqeritet. Kemi nevojë për dashuri mes njëri tjetrit, sepse prej momentin që e fillojmë ditën, padyshim që kemi kontakt me njerëz. Edhe ajo e mira apo ai sinqeriteti që diku ja shprehim, Allahu xhaleshanu do të na kthej. Padyshim që do të na kthej. Edhe shpërblim më të mirë se shpërblimi i Allahut nuk mund na gjetë. Edhe pse jemi tashmë në ditët e para, mund të them kështu, të muajit të shenjtë të Ramazanit, duhet të ndërlidhem pak edhe me këtë temë që ne bashkë biseduam këtë mbrëmje. Si mund të ndihet apo të bëhet edhe më i mirë një besimtar i sinqert? Pyetja e mirë. Si pyetje më pëlqen, edhe mund të them që vetëm për faktin me mendu që Allahu xhaleshanu ta jep mundësinë me agjëru. Vetëm për faktin me mendu që Allahu xhaleshanu nuk ja dha mundësinë shumë njerëzve me mrit këtë Ramazan, me mrit këtë agjërim, me mrit këtë begati, këtë mundësi, këtë ndryshim. Edhe neve Zoti na mundson me agjëru, neve Zoti na jep hapësirë për me u pendu, padyshim që kjo duhet me kenë një ndryshim për ne. Thjesht ne duhet të reflektojmë në ato mirësi që Allahu xhaleshanu na jep, sepse ka shumë njerëz që me të vërtetë kanë lshu këtë dynja. Edhe një ditë do të jemi edhe ne për tyre, edhe dikush do të flasë edhe për ne kështu. Sot ne flasim, po ditët vazhdim mund të thot dikush tjetër për ne që ka njerëz të cilët nuk e gëzuan Ramazanin. E neve Allahu xhaleshanu na mundsoi me gëzuar Ramazanin, na mundsoi me agjëru, na mundsoi me kërku falje tek Allahu xhaleshanu. Ndryshimi jon është në bazë veprave tona. Ndryshimi jon është në bazë veprave tona, po këto vepra, të cilat i bëjmë, duhet të jemi sinqert për ato. Ne të falenderojmë që ishe pjesë e emisionit të Ramazanit dhe shpresojmë që duat dhe agjërimi juaj të jetë i pranuar. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe juve, shpresoj që të keni gjithmonë sukses edhe ju. Inshallah dhe Allahu ju shpërbleft për këto emisione që bëjmë bani, inshallah është një shenjë e mirë edhe një vazhdimsi e cila nuk ndalet atëherë. Amin. Faleminderit. Shikues të radio televizionit Teuta, ne erdhëm dhe drejt përfundimit të këtij emisioni të Ramazanit për mbrëmjen e sotme. Dal nga dal po afrohet edhe koha e iftarit. Ne shpresojmë që agjërimi dhe lutjet tuaja të jetë i pranuar. Këtu ju themi edhe ju bëft mirë iftarin, natën e mirë.